Festa e bukës Pamaja, që qëndron 7 ditë mos andaj mas Pashkës, dhe përben muajin e parë biblik dhe jo atë civil që bota ka, pagan të Papa Gregori të 13 që u kryua në 1580. Festa e bukës Pamaja është festa e tretë, që mbas Pashkës janë 7 ditë që hajt bukë Pamaja. Për nder të kujt? Për nder të një personi? Për 7 ditë të dani bukë Pamaja për nder të Atit Jahwe. Për nder të tia. Dëshiron të nderos, sepse kur e shkel në festat e tia, blasfemohet emri i Atit Jahwe, që nderohet në jetën tënde. Mere parasysh. Romakëve 2:23-24 ta tha. Në ditën e parë, ku është një mbledhje veçuar. Ditën e 7, pra, është një mbledhje veçuar, nuk bëhet punë, që nga vështirë, të mbajtur festën e bukës Pamaja, ku Mesia në ditën e 3 të festës së bukës Pamaja u ringjall, që mas andaj të ta flasim. U ringjall. Okej. Ishte festa e 3, një ligj i përjetshëm. Festa e bukës Pamaja një ligj i përjetshëm. Nuk është më i përjetshëm për një person. Për denominacione nuk ekziston fjala e përjetshme. Janë të përkohshme gjërat me atin. Por pastaj futim filozofinë atë dualitetin e identitetit. Themi një gjë dhe kontradiktojmë asandaj me një shprehje tjetër mbrapa. Dionysus, kulti i Pitagorës, opinionet platonike, nastike, aristotelike, u dhanë në shekullin e 3 të 4. Prandaj ke sot persona thonë një gjë, do ta shkelim ligjun, jo, nuk të mëkatojmë, po ligju hoq. Kontradikta, me njerë shikon programimet e dy kokave të demonëve që shikon në flamurin tonë. Dhe hiq atë flamurin që masandaj që ke vënë. Sepse neve kemi dashuri për popullin tonë, nuk kemi dashuri për një simbol masonik që e shikon, po të shikoje pjesën e 4, çfarë ka nevojë familja shqiptare, është në Facebook. Shikoj simbolet dy shqiponja me dy koka që kanë masonikët. Festimi në kishën e parë të restauruar të festës së bukës Pamaja ishin gratë që kishin ardhur me Jeshua Mesia nga Galilea, pranë trupin, pastaj çfarë bën ato? Pastaj u kthyen në shtëpi në atë ditë dhe masandaj çfarë dhe gjatë ditës së parë të festës së bukës Pamaja që quhet Sabati i lartë, pushuan sipas urdhërimit. Kujt urdhërimit? Të Levitiku 23.